Jozi përlot publikun. Ndërpret emisionin për një gjest prekës ndaj gjestit. Ish banori i Big Brother VIP Albania, Josefin Marku, ka emocionuar publikun gjatë paraqitjes së tij në emisionin Kosovë Show me një veprim që i tejkalon të gjitha konfliktet e së kaluarës. Para se të niste të fliste për eksperiencën e tij në reality show dhe debatet me banorët, Jozi kërkoi 1 minutë heshtje në nder të vëllait të ndjer të gjestit, i cili humbi jetën në një aksident tragjik me motor, vetëm pak javë më parë. Ky gjest u prit me emocione të mëdha nga publiku dhe konsiderohet si një shenjë e rrallë respekti dhe pjekurie, veçanërisht duke marrë parasysh përplasjet e forta që Jozi dhe gjesti patën brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, përfshirë edhe një incident fizik që bëri xhiron e rrjeteve sociale. Jozi, i prekur, u shpreh: "Ngushëllimet më të sinqerta për familjen e gjestit. Do të doja 1 minutë heshtje në nder të vëllait të tij." Ai shtoi se, përballë një dhimbje të tillë, çdo konflikt bëhet i pavlefshëm. Nuk ka më rëndësi kush kishte të drejtë. Humbja e jetës është diçka që na bashkon të gjithëve. U shpreh Jozi me slotesh.